Kemi një reagim avokat nga gjykata e lartë. Trupa gjyqësore e gjykatës së lartë të Republikës së Shqipërisë shpreh tronditjen dhe dhimbjen e thellë për ngjarjen tragjike që solli humbjen e jetës së gjyqtarit të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Astrid Kalaja dhe përcjell ngushëllimet më të sinqerta për familjen, të afërmit dhe kolegët e tij. Kjo ngjarje e rëndë është një sinjal alarmi për gjendjen e sigurisë në të cilën ushtrojnë funksion gjyqtarët e Republikës dhe për gjendjen shqetësuese të infrastrukturës në të cilën funksionojnë shumë prej gjykatave shqiptare. Në një shtet të së drejtës, gjyqtari duhet të ndihet i mbrojtur dhe i respektuar në ushtrimin e detyrës së tij, jo vetëm nga pikpamja fizike e infrastrukturore, por edhe përmes një klime publike të respektit dhe përmbajtjes në gjuhën që përdoret ndaj figurës së tij. Çdo formë denigrimi apo përbuzjeje ndaj gjyqtarit cënon autoritetin e drejtësisë dhe besimin e qytetarëve në shtetin ligjor. Gjykata e lartë vlerëson se garantimi i sigurisë fizike institucionale të gjyqtarëve është një përgjegjësi e drejtë për drejtë shtetërore që kërkon veprim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm. Mbrojtja e gjyqtarëve është mbrojtje e vetë drejtësisë dhe e besimit të publikut tek shteti i së drejtës. Është ky reagimi bërë në këtë çast nga gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë.